Në Shqipëri shumë gjëra ndoshta nuk shkojnë si duhet, por on top mbeten gjërat e opozitës. David McAllister, kreu i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, u bë zëri i dytë serioz europian që paralajmëron Partinë Demokratike të heqë dorë nga metodat e dhunshme me Molotov, të cilat i quajti të padenja për një parti të një vendi demokratik. Tani edhe raportuesi i Parlamentit Evropian, Schieder, e tha këtë 2 javë më parë, por Berisha fillimisht sulmoi atë, më pas vazhdoi dhe sulmoi me Molotov qeverinë. Ndërsa zotin McAllister e ashtu quajtura e djasë shqiptare jo vetëm nuk e sulmon dot, por i ka një borxh të madh. Në kulm të krizës së fundit reale politike në vend, në maj të vitit 2017, David McAllister erdhi të negocionte direkt mes qeverisë dhe Partisë Demokratike. Bëri 2 oferta, ndër cilën të dytën McAllister Plus bëri sikur e pranoi edhe vetë Berisha. Por në fund fare bëri sikur e refuzoi Lulzim Basha. Kjo lojë me gjasme e kryetarit real dhe atij formal të Partisë Demokratike atëherë i kushtoi zotit McAllister jo vetëm postin e ministrit jashtëm, por ndoshta edhe pozicionin e pasuesit të zonjës Merkel në krye të CDU-s dhe të qeverisë federale gjermane. E thënë ndryshe, nëse McAllister sot shpall non grata Molotovët, zoti Berisha duhet ta marrë këtë mesazh seriozisht për të premten. Sinjali i seriozitetit ishte edhe deklarata e McAllister se kontaktet me Partinë Demokratike Brukseli tashmë nuk i mban me Sali Berishën, por me grupin e të rinjve, ato që në gjuhën e Gjekmarkajt quhen si Jorushi dhe Bardushi. Kësaj radhe mesazhet zotit Berisha më apo i vinë nga poshtë, por dhe nga lart. Ndërsa organizimi i protestës së premtes ka një simbolik të fortë për Partinë Demokratike dhe për vendin, 35 vjetorin e rrëzimit të statujës së Enver Hoxhës, ajo amaqëllon 35 orë pas vizitës së Ramës në Shtëpinë e Bardhë. Kaosat e Sali Berishës mbështetur fort nga elemente në SPAK dukshëm nuk kanë patur jehon amerikane, përveç njoftimeve rutinë të ambasadës, e cila si gjithmonë ka parashikuar saktë dhunën, duke i kërkuar të vetëve të rinë larg asaj. Të bësh një protestë me Molotov një ditë pasi Berisha firmos bordin e paqes së presidentit Trump, do të jetë vështirë të shitet si rastësi jashtë Shqipërisë. Vetë McAllister deklaroi sot se për këtë bord edhe opozita ka qenë pro. Një opozitë e përgjegjshme dhe europiane respekton institucionet, edhe në çështje serioze hetimesh ndaj ministrave, siç po bën SPAK tashmë në mënyrë rutinore. Ndaj një proteste të dhunshme të premten do duke jo vetëm kundër Amerikës, kundër Europës, por dhe kundër SPAK, duke e bërë të pakuptimt në rastin më të mirë dhe të dyshimt në rastin më të keq. Dhe për më shumë, vështirë se do të rrëzonte qeverinë. Aq më tepër që nuk ka nevojë. Rama, i sapo kthyer nga Washingtoni, me siguri do të konsumoj për 2 ditë rresht foto dhe intervista nga vendi kur militantët e ushqyer keq 3 muaj rresht nga TV-qelet e ekraneve të tipit Agim Nesho prisnin që ai të deportohej. E pastaj me njëherë pas hënës, me siguri do dalë me një qeveri të re. Me mjeshtërinë e një akrobati të Cirque du Soleil, ai do shfaqet me një kabinet të ri, ku do duket më i riu nga të gjithë, ndërsa Berisha mes Molotove sërish si më plaku dhe më i vjetruari nga të gjithë. Por ndërsa Edi Rama nuk do të ketë më asnjë figurë që jetë e cilave i rritit e hoqi po vetë, Sali Berisha po përballet me problemin më serioz brenda partisë së tij. Parti që të gjithë besonim se e kontrollonte, pasi besonim se e kontrollon bazën e saj. Por Ervin Saliani po e teston shumë vërtetësinë e kësaj teze, mbledh shumë njerëz dhe mbledh shumë të rinj. Sigurisht jemi ende brenda një paradoksi, askush nuk ka arritur ta sfidojë Berishën seriozisht brenda Partisë Demokratike me shifra. Por thuhet se ka gjithmonë një herë të parë. Dhe sot nga Berati, Saliani i tha Sali Berishës se duhet të largohet. A thua është ky rasti i parë kur do të ketë sukses një lëvizje kundër doktorit brenda zyrës së tij? Për këtë do flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në regjisor me mua sonë në program, janë Arseta Gjyri, mirëmbrëma Arseta. Mirëmbrëma, falem. Plator Nesuri, mirëmbrëma Plator. Mirëmbrëma. Roland Lami, mirëmbrëma Roland, dhe Roland Begu, mirëmbrëma Begu. Mirëmbrëma. Po ta nisim me lajmin më të fundit, pikërisht atë përballje të foltoreve të Salianit dhe të Sali Berishës. Sali Berisha nga sukti dikur demokrat dhe nga Berati gjithmonë i kuq. Saliani për herë të parë ka artikuluar dorëheqjen e Sali Berishës. Këtë në emër të izolimit total, siç tha ai, të Partisë Demokratike për shkak të kryetarit saj. Ndjekim kronikën. Berisha në tunelin e vetmis, me një lider opozite që numrat i paksoj në shesh, po shumë më pak i trokasin der, i vetë përjashtuar i Saliani me qindra demokrat në sala, e preku aty ku i dhem më shumë,
Nga Berati, a i tha se doktori mund të flasë, por problemi është se s'ka kush e dëgjon. Kohën parë në Partinë Demokratike për të ndarë shqetësime të këtyre përmasave, jo në kohë të largët, ne thërrisnim për takim të gjithë ambasadorët e Bashkimit Evropian, apo të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, apo të Britanisë Madhe për të ndarë shqetësimin e publikut shqiptar, por edhe të opozitës në Shqipëri, për çfarë ndodhte me demokracinë në Shqipëri. Sot, fatkeqësisht, në Partinë Demokratike, as nuk hyn edhe as nuk del asnjë ambasador. Ose mund të themi është përkeqësuar edhe më keq sepse raporti me ndërkombëtarët sot është edhe më i keq se çka qenë në të kaluarën. Nga suksi i dikur demokrat, Berisha u kundërpërgjigj. Dhe sot ne kemi mbështetje më të madhe ndërkombëtare që kemi patur ndonjëherë nga çdo parti politike e qendrës djathtë në botë. 7 rezoluta. Jo vetëm kaq. Jo vetëm kaq. Por vetëm pak orë më parë në Tiranë, aty u mbyll edhe një tjetër derë. Kur udhtojmë ne takohemi edhe me udhëheqës e përfaqësues të opozitës. Sot jemi takuar me 3 përfaqësues të Partisë Demokratike dhe të tjerë të partive opozitare. U takova me Bardhin, Tabakun dhe Vokshin, por nuk do të takohem me Berishën sepse pas takimit me ju do të shkoj direkt në aeroport. McAllister e pa të arsyeshme të mos u mbas avionin e kthimit sesa të takohet me Berishën, kurse në zyrën e doktorit mbërriti asistenti i tij, Gahler, krah për krah Joirida Tabakut, për të takuar vetëm 15 minuta në Partinë Demokratike. Ervin Saliani e ka edhe një ilaç se si doktori t'i jap fund vetmis. Të ik bashkë me vetmin. Ne nuk mund të jetojmë vetëm me lavdinë së shkuarës. Kemi 13 vite që vetëm u mbasen. Po e pyes drejt për drejt doktorin. Me kë do të kandidosh në prill? Doktor, me veten. Nuk ka as nëse kshu, as nëse ashu, nëse kryetari i partisë nuk e bën partinë fituese, Doriqet jep Dorëqen dhe jap rrugën një gare tjetër për të bërë të mundur që Partia Demokratike të jetë fituese dhe opozita të jetë fituese. Po këta nuk duan ta lejojnë as garën. Dator, mua lajmi në këtë kronik nuk ishte deklarata e Saliani, që besoj ishte e prishme, një moment ajo do vinte për shkak se fillon fushata e brendshme për zgjedhjet e prillit. Lajmi për mua ishte duar Turqit edhe njerëz në momentin që pra të bazës, ai takohet me njerëz bazës, ka njerëz bazës cilët duar të krasin kur ai thot Berishës që duhet largohet. Normalisht sot Berisha është quajtur një pikë tabu sa i përket bazës Partisë Demokratike. Sot për herë të parë dëgjojmë që njerëz bazës kur një antar i kryesisë megjithëse është i përjashtuar apo i injoruar nga forumet, duar trokitet kur ai kërkon që Berisha të largohet. U mendoj se nuk është lajm. Po, patjetër që po, se në një farë mënyrë çfarë ndodh me lëvizjen Saliani, realisht për mua është një lloj skaneri se çfarë ndodh KPD-ja vet. Por ato duar trokitje unë nuk i shikoj se i thot Saliani. Por është një e vërtet cilën e ndjejnë për kohë shumë militant dhe shumë antar të bazës Partisë Demokratike që e shikojnë që nuk mund të shkohet me një leadership i cili s'pari është non grata, i cili së dyti është një figurë e vjetër, nuk mund të japi diçka të re dhe që ka mbyllur partinë e tij. Në këtë kuadër, çdo lloj zëri që mund ta thotë këtë gjë brenda familjes tyre, patjetër do të ishte e mirëpritur. Por ajo çfarë shoh unë, ne mjaftohemi vetëm me një deklaratë Salianit apo e gjitha kjo mund të cilë një revolucion brendshëm brenda Partisë Demokratike. Nuk më duket kështu. Saliani nuk arrin dot gjithsesi, pavarësisht se mund të marrë disa duar trokitje, që të bëjë një lëvizje apo të arrijë të grumbullojë rreth vetes gjithë pjesën e atyre të cilët mendojnë që kjo Parti Demokratike duhet hapet, duhet të transformohet, duhet të lëshoj nga vetja gjithë atë establishmentin e vjetër i cili në një farë mënyrë janë thjesht lakente e kryetarit, por që në vetë nuk prodhojnë as ide as politikë dhe nuk se kanë një shërbim të shquar në lëvizjen brenda opozitarizmit. Kështu në këtë kuadër, realisht Saliani thjesht bën skanerin
e asaj çfarë është brenda Partisë Demokratike, por nga ana tjetër nuk e shikoj si një rrezik ndaj Berishës. Berisha ende mbetet aty, mbetet në një farë mënyrë edhe i ka paraprirë kësaj lëvizje të Salianit, sepse në qoftë se më përpara Saliani ishte në një rritje crescendo nga dalt, Berisha ishte që në fillim i apreu këtë rrugë dhe e detyroi të dali pikërisht ke kjo linjë. Unë nuk e shikoj Salianin i cili ka pasur këtë si qëllim, ka dashur fillimisht një lëvizje për të vënë shishën e qumshit aty për të zënë radhën, por nga ana tjetër nuk e shikoje si një lëvizje e cila në vetë do të arrinte të prodhonte diçka. Beko, sigurisht plasësh për Berishën në bazën e Partisë Demokratike, dhe mos bazën e militantëve, ka qenë gjithmonë një proces i vështirë, por mos tonë i pamundur. Prandaj mua më bëri përshtypje reagimi i sallës, sepse sidomos kur ti mbledh në mënyrë spontane njerëz ti thret bazën e partisë dhe tu hajde, sigurisht që baza mund të jetë mërzitur etj me gjithçka çfarë ndodh, edhe me faktin që Partia Demokratike ndoshta nuk del dot nga ngërçi, po nëse përmendë emri Sali Berishës, gjithë stepeshin. Reagimi thuajse spontan i njerëzve kur Saliani i thot Berishës që ilaçi i shërimit Partisë Demokratike fillon nga ika jote, mua më bëri përshtypje. Unë e thash dhe vend editorial, jemi brenda paradoksi, askush nuk ka mundur ta sfidoj Sali Berishën në Partinë Demokratike, por ama askush nuk e ka ngacmuar Sali Berishën në bazë siç e ka ngacmuar Saliani. Pra në këtë mes kemi një herë të parë. Pastaj sa do ketë sukses, unë jam skeptik, si platori që do ketë sukses për të bërë një ndryshim të madh. Po guximi duhet si të themi ka thyer një ka thyer një tabu, e vërtetë. Dhe po mua më duket ose e ka krisur një tabu. Po, shiko, jo çdo kush që mund të ishte në këto salla, po ti thoshte dua trokitej. Sepse jo çdo kush është në gjendje që të mbledhë njerëz në salla. Këtu fillon e para. Mund të kesh mendime që të njëjta si të Salianit, mund të kesh edhe guxim, por mund të mos jesh në gjendje që të mbushësh sallat. Dhe këtë aftësi Saliani e ka krijuar dhe kjo duhet vlerësuar, si hap i parë. Tani vetëm është aftësi organizative apo është karizëm politike sipas teje? I ka të dyja. Unë e njoh mirë Salianin, si organizator, edhe unë e di që është brenda Partisë Demokratike. E ka treguar në zgjedhje, po. Ka mbështetur që në fillimet e veta që ku konkurroi me Forumin Rinor dhe ja kam parë aftësi, dhe nuk e kam mbështetur kot. Unë edhe disa të tjerë si kryetar Degësh në atë periudhë e kemi mbështetur sepse kemi parë disa cilësitë e ky njeri, që të tjerët nuk ja vinin re, ose ishin aq cinik sa që donin t'ja mohonin ato, por ai gjithmonë ka dhënë prova që i ka zotruar. Tani me aktet e fundit, duke qenë se bëri një burg dhe vetë Berisha investoi figurën e Salianit tek militantët, duke quajtur një figurë të martirizuar nga qeverisja. Sot e ka quajtur është opozita që duam, me ironi, Salianit. Pra, opozita që i duhet Ramës. Tjetër gjë se sot Berisha u flas në një moment caktuar, kur Berishës i duhej një ero, dhe ja ndihmoi profilin e Salianit tek militantët. Tani me këtë kartë, Saliani natyrisht ka drejtën e tij që të shkojë dhe të krijojë një komunikim politik me militantët, sepse është dhe momenti kur militantët janë njësoj të zhgënjur nga Berisha, ndoshta edhe më shumë, siç ishin në periudhën kur Berisha u kthye dhe bri foltoret në raport me Bashën. Pra, ata prisnin fitonte PD-ja, Basha nuk ju dha fitoren, Berisha e shfrytëzoi këtë moment, doli dhe u tha për 6 muaj, po të mbështesni mua në krye të PD-s, unë rrëzoj Ramën. Saliani po shkon, por nuk flet me gjuhën e Berishës, dhe këtu është ndryshimi, po flet me gjuhën e një njeriu normal, pat, shumë qetë, do të thënë paraqisë tezat e tij. Tezat e tij kanë ardhur në crescendo, atje ku ne kemi pritur, me gjithë, do të thënë kompetencën time, mund të them që dhe dijenin time, siguroj dhe zotin Nesuri e tjerë, që në fillim Saliani nuk ka dalë për të vënë një shishe atje për një... S'ka në gjë dhe nëse është ajo, normal është. Po të isha ashtu do t'a thoja, por ka dalë që në fillim me idenë që të fillonte ajo që shpreu, demokratizimi Partisë Demokratike, energjizimi saj, dhe pastaj në rrugë sipër, natyrisht duke rritur profilin e tij politik, sepse në momente krizash, në momente boshllëku, në momente trubullirash lindin liderët. Dhe Saliani natyrisht e kapi momentin e dur, dhe nuk është pak edhe kjo, të kesh nuhatjen,
Patjetër, politike është e parë, intuita është e parë. Të hedhësh tezat e dura, doktori prandaj vazhdon e parë se ka intuitën. Dhe në një parti ku të tjerë nuk kanë as ide, bile unë kam testuar këto ditë e fundit, se unë përveç Berishës në atë parti me njëri tjetër probleme nuk kam. Kam testuar figurat që janë pas Berishës që unë mendoja se ishin moderuara dhe mund të komunikoje me ta. Është e pa mundur, nuk komunikon dot. Janë tjetërsuar si njerëz. Dhe vazhdojnë e besojnë realisht. Ne mendojmë se ata i qëndrojnë atje se s'kanë çaj bëjnë Berishës, po ata e besojnë realisht që vetëm Berisha mund të mësojë Ramën. Paktën këtë por nuk e thon atë. Tani se thon as to më. Jo, nuk e thon më as këtë, se unë parë. Po mirë, paktën janë më të sinqertë, paktën janë rrestuar edhe tjetër në emision. Pa përjashtim të gjithë çka sot antarët të kryesisë Sali Berishës, hiq Tritanshehun edhe Flamunokën e këta që i dolën që në fillim, gjithë tjerët që kanë shkuar atje te Sali Berisha, që në momentin e parë më kanë thënë që bravo të qoftë për lëvizjen për qëndrimet që mbani, sepse ne kemi sa detyrimet të doktori, por ne dim që i bllokuar doktori kështu nga amerikanët, nga ndërkombëtarët, nga shqiptarët se dua nuk do vej gjatë dhe do të rriqet vetë. E kupton? Mirë, po jo, sot kanë filluar dhe kanë ajo që kemi thënë, po hyre tek Berisha, ty hin me mendjet e tua dhe del me mendjen e Berishës. Ata sot janë tërësisht e mendjes e Berishës. Prandaj meritë Saliani të shkjohet demokratët, militantët, ata të cilët e kanë kuptuar që Berisha i gënjeu, i përdori si instrumente për të realizuar qëllimin e tij personal që të hidhte PD në dorë, pasi u provua që jo nuk i fitoi zgjedhjet për 6 muaj, po s'fitoi as kur erdhi dita, vakti për të votuar nëpërmjet votës dilte, dhe për më tepër që e mban Partinë Demokratike dhe prandaj u duar trokit. Nuk kam më budallën tani. Ai është në krye të Partisë Demokratike, jo legjitim, është i paligjshëm. Dhe demokratët e dinë këtë gjë. Statuti nuk ka asnjë justifikim, jo më voti zgjedhjet, as më voti zgjedhjet. E ka uzurpuar Partinë Demokratike e përdor për interesin personal. Dhe tani ata që kanë kuptuar dhe kryesisht janë të rinj dhe intelektual, janë aty në sallë, e duar trokasin edhe me gjithë thirrjen e fundit që bëri Berisha që shpërndau e mbylla, që shpërndau përsëri thirrjen që mos shkoni në takimet e Salianit sepse është krimi organizuar që i organizon dhe i mbështet këto takime, sallën ai e kishte plot me demokrat. Me demokrat, po lami me që deshe pikën. Jo, doja të thoja që përtej kritikave që ne mund të adresojmë ndaj Zotit Berisha, dy janë momente që do thoja unë mund të shtrohet analiza. Zoti Berisha jep dorëheqje duke rritur presionin nga brenda ose duke ushtuar presionin nga jashtë. Nga brenda në kuptimin e individëve që janë në struktura të larta, që Zoti Beko me të drejtë nga vëzhgimet e tij, kontakte që ka aty, është një zë që nuk ekziston në lidhje me detyrimin që ka Zoti Berisha për të respektuar statutin e partisë. Dhe mbi këtë logjik pastaj futet të ri, gjithë lidershipi i Partisë Demokratike në ristrukturimin e saj ndërton një vizion, strategji e kështu me radhë, gjë e cila mbetet thjesht në diskutime mes nesh, po asgjë s'ndodh për shkak të asaj fryme që Zoti Beko tha që ndodh brenda Partisë Demokratike, ose rasti i dytë është siç ndodhi me 9 janar 2023, ku Zoti Berisha me mbështetësit e tij uzurpoi godinën, po jo vetëm, po mori gjithë mbështetjet e Zotit Basha. A jemi sot në kushtet për ta thënë këtë gjë për Zotin Saliani? Unë mendoj që jemi akoma herët. Sigurisht është një fluks për ta vlerësuar për shkak se ngrihet një premisë e cila duhet të ishte sot busulla mbi cilën duhet të diskutojë dhe duhet të shtrohej diskutimi brenda Partisë Demokratike. Po tenton të ndërtoj një lloj besimi tërheqje të gjithë simpatizantëve mbështet Partisë Demokratike që nuk e shohin këtë gjë brenda asaj çfarë ndodh tek Partia Demokratike Zyrtare, dhe me këtë logjik po tenton ndoshta të shpresoj që ky numër do rritet, me idenë që të imponohet nga jashtë brenda strukturave të Partisë Demokratike. Nëse nuk arrin këtë numër, i cili është i domosdoshëm për të sjellë ndryshimin, atëherë ne mbetemi thjesht në nivelin e diskutimit për ta parë me simpati dhe ndoshta për të shpresuar që një moment tjetër kjo lëvizje të kthehet në një frymë, në një masë e cila do të arrijë të detyrojë të ushtrojë presion që strukturat brenda Partisë Demokratike të dorëzohen, të reflektojnë dhe secili nga ata të dorëhiqet. Por nuk kemi këto kushte. Arseta, gjithmonë e më shumë në 3-4 vitet e fundit, edhe në biseda me ndërkombëtarët e tjerë, tek cilët Partia Demokratike mbetet në fokus interesi, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, të cilët unë mendoj që e konsiderojnë investimin e tyre historik Partinë Demokratike, dhe pavarësisht se sot kanë një qasje tjetër të ndryshme dhe për arsyet e veta, gjithmonë ka epizodruar vitet e fundit teza biologjike. Domethënë që, okay. Domethënë historia nuk ngrihet mbi gjatësinë e një personi,
historia vazhdon edhe më pas. Saliani, duke vazhduar atë që tha Landi, dhe unë jam dakord Eriku, sepse jam skeptik që nëse dikush mund të bëjë diçka brenda PD, sepse historia ka treguar që askush nuk ka arritur do të bëjë diçka. Ka dhe një handicap tjetër, i cili ai nuk zgjidhet dot deputet. Spaku deri në vitin 2029. Bile e ka përcen 2029, pra as në 2029 ai nuk zgjidhet dot, që është sigurisht një dizavantazh. Por ka njerëz që këto e kanë kthyer në avantazh. Beppe Grillo, për shembull, në Itali e ktheu pa mundësinë për të zgjedhur në parlament për shkak të një aksidenti që ai kishte bërë atëherë dhe ishte dënuar, mori dënimin e të birit. Po megjithatë ai e drejtoi 5 yjet drejt një fitore, megjithëse duke folur vetëm distancë, duke refuzuar mediat, duke folur në rrjetet sociale etj. Pra këto dy handikape teorike që ka Saliani ama nuk përputhen me deklaratën e atij sot. Deklarata e atij sot tregoi që ai nuk ka vënë shishen në radhë, siç edhe unë kam besuar për 2029-ën. Kam përshtypjen se deklarata e Salianit që do të bësh ti duhet tikësh, se ke humbur zgjedhjet duhet tikësh, dhe të paktën lër garën e lirë, tregon që Saliani nuk është duke prirur 2029. Po, edhe në optikën time nuk më duket sikur ai është një në radhë, më duket sikur ai po nëpërmjet asaj deklarate përpiqet të legjitimohet. Ajo çfarë legjitimon tjetër është fakti që janë shumë të rinj ata që e kanë mbështetur. Dhe kjo tregon që në një farë mënyrë ky rienergjizimi duhet të vijë nga diku. Dhe praktikisht duke e parë gati të pamundur të ndodhi së brendshmi, po imponohet së jashtmi. Dhe ajo çfarë edhe nga informacionet që unë kam marrë dhe nga mënyra se si po funksionon kjo si lëvizje, por edhe si është parë Saliani brenda Partisë Demokratike, është që ai ka përdorur një mënyrë të decentralizuar për të shkuar tek demokratët gjatë gjithë kohës, që do thotë ka një network dhe një lidhje rrjetëzimit të brendshëm me qytetarët, gjë që askush tjetër nga ata që pretendojnë qoftë leadershipin apo të tjerë të brendshëm brenda Partisë Demokratike nuk e kanë realizuar këtë. Dhe unë mendoj që kjo ka sjellë edhe se kanë realizuar se kanë. Se kanë. Dhe kjo përrjedhoj ka realizuar edhe ka bërë të mundur që ky takim të kishte kaq njerëz nuk justifikohet ndryshe. Pra, forma e decentralizuar, forma që ti shkon tek qytetari dhe ai ty të beson, fund të ditës politika është besim. Dhe nëse ti zgjon këtë besim, kjo do thotë që ai e ka zgjuar këtë shpresë. Por pikpyetja më e madhe që ai ngrë, pra ai thotë dorëheqjen. Por, a do ta hapësh ti thot rrugën apo do kandidosh me veten tënde? Pra do kandidosh me veten tënde. Do shkosh tek absurdi. Dhe pikpyetja më e madhe është në prill çfarë do të ndodhi. Dhe unë mendoj prandaj ky takim ka ardhur tani dhe mendoj ndoshta edhe do intensifikohen si takime dhe kam bindjen që do jenë në rritje në numra, duke parë që nga takimet e shkuara te ky takim ka qenë në rritje dhe mendoj që kjo do të intensifikohet nëse ai ka arritur ta decentralizojë qasjen tek qytetari demokrat flasim, por jo vetëm, se mund të jenë edhe qytetar elektorat gri apo dhe të tjerë që mund ta mbështesin, se këtu kemi dhe përfaqësitë elektoratit gri. Dhe kjo është shumë e rëndësishme se PD-ja këtë nuk ka arritur do të bëj. Thithi këta njerëz që janë të rinj, që janë ndoshta pak idealist në besimin që kanë për të dhënë votën. Dhe te kjo them që do intensifikohet duke parë që prilli po vjen dhe PD-ja do futet në zgjedhje dhe për të mos e lejuar që ky lider të kandidojë me veten e tij. Dhe në fund të ditës do ta shndrojë garën në një garë pa thelb, apo jo. Megjithatë, vetëm ka një gjë Plator, që dhe këtu prap anoj nga argumenti yt. I vetmi person që realisht tentoi të siguronte një garë në Partinë Demokratike ishte i ndjeri Sokol Olldashi në korrik vitit 2013, që kishte edhe dallgën me vete, pra domethënë PD-ja dilte nga një humbje e ditur, e paralajmëruar. Berisha kishte deklaruar të paktën çau, ju kujtohet atë ditë kur për fshiu lotët, dhe unë tha tani ka ardhur koha të marr përgjegjësitë dhe do ikej. Olldashi sigurisht një që kishte investuar në krijimin e një rrymë të vetën, jo ideologjike, por rrymë bështimin e organizuar, networku, besimin. Dhe kishte një network, kishte edhe infrastrukturën e duhur për ta ngritur këtë, jo thjesht ishte ministri i infrastrukturës. Dhe megjithatë, nëse i kthehemi rezultateve të paktën zyrtare që dolën, mos gaboj, nuk e di nëse Olldashi arriti të merrte më shumë se 20% të votave, 20, diçka e tillë ka marrë. Ndërkohë që gjithë rezultatet e zgjedhjeve të mëpasme kur është zgjedhur dhe rizgjedhur dhe stërri zgjedhur Lulzim Basha, kanë qenë rezultatet ngjashme me ato të Kongos, apo të Kubës, apo të Venezuelës.
Por tani ka vetëm një gjë më. Në hapjen organizative, Saljani po e tregon që Partia Demokratike është më dobët se kur. Atëherë, unë mendoj se ndryshe nga Uldashi, paktën, i cili në një farë mënyrë vinte, vinte me njerë pas humbjes së Partisë Demokratike dhe që kërkojnë leadership të ri, ishte hapur vendi dhe ishte një garë cilin ai kishte faktikisht kishte me dy, edhe me Berishën edhe me Bashën. Por që këto e kuptoj me vonesë, ai mendonte që e kishte vetëm me Bashën. Kjo është e vërtetë dhe në një farë mënyrë kjo është pranuar që edhe aty nuk se janë lexuar vota, as janë numëruar sepse janë çuar atje ku ka dashur Berisha. Kështu që në këtë aspekt përsa i përket një votimi apo që ti besosh një zgjedhje të lirë brenda Partisë Demokratike, unë nuk mendoj se mund ndryshoj gjë se të njëjtët aktorë janë. Pa ata që i kanë numëruar atëherë, ata do i numërojnë dhe tani. S'ka tjerë. Jo vetëm Berisha, por dhe ata që kanë numëruar. Së dyti, mendoj që Saljani ka kapur vetëm këtë çast i cili duke parë krizën që ka PD-ja dhe duke ditur faktin tjetër që Berisha është i padëshiruar nga ndërkombëtarët, jo vetëm me çështjen e ngrata, por dhe me qëndrimet e tij. Ne edhe ke pjesa tjetër që mund të flasim lidhur me këtë gjë, dihet qëndrimi i tij edhe në Parlamentin Evropian se si e mban ai linjën e tij politike ka shi vendit vet. Por në këtë kuadër, çdo kush i cili do të sulmonte Berishën, padyshim do të gjente një lloj përkraje. Dhe Saljani është në kërkim të kësaj përkraje. E dyta që shohun që nuk më bind ke kjo, dhe këtu jam me profesorin, që realisht kemi të bëjmë pikërisht me një aspekt i cili është shumë sensitiv. Saljani gjem përpara vetes njerëz të cilët e ndjejnë që PD-ja është në krizë dhe duhet ndryshojë. Por nuk mendoj se ka arritur përveç networkut për mbushur sallën, për të krijuar një strukturë e cila nesër të jetë e gatshme për të bërë një betejë brenda Partisë Demokratike. Po nuk ishte provokim ajo që ta Partinë Demokratike do të marrin, nuk është do të ngrej një strukturë. Nuk ishte provokim që ta hape garën ta që të futemi në garë. Nëse do vjen kryet PD-s, praktikisht e ka strukturën. Kjo është shumë larg. Okej, po themi, hipotetikisht, për këtë hipotetike e ndërtojmë. Shiko, në rast se nesër ty do të bëhet një zgjedhje, që formalisht do bëhet. Gjithë ata që janë aty poshtë do t'i binden direktivës partijake. Ka ndryshuar, nuk është më situata që ka qenë. Po mirë, ose do t'jenë... Ata kanë masat, kanë nxjerrë një udhëzim, siç e keni dëgjuar, që përjashtojnë gjithë ata, me thënë troç fare, që mendojnë që nuk janë pro-Berishës, të cilët ose s'kanë marrë pjesë në votimet e mëpashme se kanë pas refuzuar Berishën kur është zgjedhur, ose kanë gjetur një truk që të mërzitur s'kanë marrë pjesë të zgjedhje kush me pjesë të takimet Saljanit përjashtohet. Po pra, ose mund gjeni këtë trukun tjetër, ke shtyr udhëzimin e partisë, ke shkuar në takimet e Saljanit, ku ne të kemi dërguar mesazh si strukturë partie. Pra, Berisha ka marrë masat... Dhe ato automatikisht një edhe nga lista po të më i thash. Dhe unë këtë thash. Kandidat, nuk diskutojnë. Që në fillesat... Po, pra, Saljani po për një investime të letemi të provokative në terma afat shkurtër dhe të qëndrueshme në terma afat mes, në afat gjatë. Ka filluar të tërheqë dhe vëmendje. Berisha nuk i dha shansin fare, domethënë që ky të shkonte drejt një përshkallëzimi të studiuar sipas tij. Berisha, prandaj doli që në fillim e ka ndjer. Po mirë, prandaj doli në fillim dhe i tha mos me takimin e Elbasanit. Pa të Durrësit, pa të Gjirokastës, dhe kur pa të Gjirokastës pastaj që atje s'ka krim, s'ka grup të organizuar. Kryekriminali isha unë atje, ashtu, të gjithë të tjerët pastaj ishin demokrata 80-90% e kryesisë PD-s. Pra nuk e la të zhvilloj si një lëvizje brenda PD-s. Mos shkoni tha se atë ndihmon krimi organizuar. Nuk e la që të formosoj si lëvizje brenda PD-s. Sepse e vuri që në fillim në cep. Po ndodh brenda PD-s. Dhe duke qenë që të vijes në cep, ti do shkosh patjetër ke linja e ashpër. Do t'i kërkosh dorëgja e tij që të ka vënë cep, sepse nuk po të lë ushtrosh aktivitetin tënd politik, qoftë brenda familjes tënde politike.
Vetëm një gjë është Peatro, që nuk po gjen dot Berisha një mënyrë si ta ndalojë. Pra i thot nxjerrëzimin, do të përjashtoheni. Jo, i thot i vetë përjashtuar. Je vetë përjashtuar, i thot antarëve se me thënë vërtetën nuk mund të përjashtuar antarët e partisë tënde, aq më tepër ti je në opozitë. Ti duhet i shtosh, ti paksosh. Patjetër. Po nuk po i gjen një kur. Derisa Berisha e kuptoi që në fillim lëvizjen e tij dhe bëri analizat e Po, ato po e kishte saktë analizën. Po kur nuk po ja gjen. Është vrarë autoriteti, është vrarë ati. Se ndryshe kur ti shkon që në fillim dhe godet fort dhe kërkon ta arrisësh. Taktik. Kurse, po më taktik, po problemi është që ai nuk i dha zgjidhje tjetër, vetë se të dalësh pikërisht tek kjo deklaratë që kemi sot. E priti kohë doli. Në këtë kuadër, prandaj po them, taktika në vetvete ishte s'parit vej një shishen, pastaj të shohim me bëjmë. Berisha nuk e dha këtë shans. Berisha i tha që këtu shishja thyet me herë, bëhet direkt shishe për Molotov për protestën. Dakor, vetëm ka një gjë Lami. Nuk ke shans që të rrojë shishjet. Unë jam dakord, por ama jam dakord me këtë që Berisha ka kërkuar që ditën e parë ta nxirrte Salianin te kjo pikë. Saliani ama priti dhe flet sot nga Berati dhe çfarë thot sot? Thot që Sali Berisha është më izoluar se kur, dhe nuk e thot rastisht. Patjetër. E thot ditën kur McAllister thot nuk e takoj Sali Berishën. Dhe McAllister flet në emër të Parlamentit Evropian, është kryetar i Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian, pra nuk është një person do si do, është një person që PD-ja veti ka shumë borxhe, nga 2017 ka i borxh marrë zoti McAllister, dhe nga ana tjetër, ai që shkon e takon Sali Berishën, nuk shkon si përfaqësues i PPS, po shkon si përfaqësues i Parlamentit Evropian, po shkon si përfaqësues i PPS, pra shkon si përfaqësues politik i një komuniteti ku Partia Demokratike bën pjesë, mos gaboj, që vitin 1991-92. Pra, koherenca e Salianit tregon që ai nuk është më shpatua pas murit, përkundër, dikush tjetër mund të jetë. Sigurisht patjetër, janë disa të vërteta që qarkullojnë në ambientet e Partisë Demokratike. Një vërtet është statuti i Partisë Demokratike që nuk po respektohet. E dyta është izolimi i zotit Berisha, e treta është që zoti Berisha si i tillë nuk arrit dot ta çojë në fitore Partinë Demokratike. Këto janë të vërteta që qarkullojnë brenda Partisë Demokratike. Mi po problemi është ku ngecin këto të vërteta. Ngecja e këtyre të vërtetave ndodh brenda strukturave të Partisë Demokratike, brenda deputetëve të Partisë Demokratike, brenda leadershipit të Partisë Demokratike, i cili brenda simpatizantëve dhe mbështetësve fanatik të zotit Berisha, që nuk janë pak, të cilët mendojnë që këto të vërteta janë shumë pak raport me vlerën që ka zoti Berisha. Janë shumë pak raport me forcën që ka zoti Berisha dhe janë shumë pak raport me detyrimin që kemi ndaj zotit Berisha. Dhe për sa kohë një pjesë e mirë e demokratëve mbetet në këtë lloj logjike, është shumë e vështirë që ti të mundesh të penetrosh brenda Partisë Demokratike, të detyrosh që zoti Berisha të japë dorëheqje, të futës gjithë strukturat e Partisë Demokratike në votim për të rifreskuar strukturat, dhe gjitha kjo të bëhet me linjën dhe me dirigjimin e zotit Saliani, për sa kohë, deri tani që po flasim, mbetet një lëvizje për të vlerësuar dhe për të mbështetur, por është shumë pak raport me peshën që ka zoti Berisha. Sepse, dhe tani vim në një logjik pak më shumë se kaq, nuk është vendosur pa arsye në statutet e partive politike dorëheqje e parevokueshme. Është bërë për faktin se nuk mundet... Te statuti i ri ka vendosur vetë zoti Berisha. Nuk mundet në çdo lloj partie, edhe në Francë, edhe në Angli, edhe në Gjermani, nuk është e mundur dot që një lider të caktuar të mundësh me votë nëse ai tenton të rikandidojë për shkak të peshës, vlerës, figurës, imazhit. Dhe imagjino, flasim për parti që ka një lloj meritokracie brenda, një lloj imagjino këto parti tona që identifikohen me individin, që s'mund të ndodhë. Berisha e shkruan vetë dhe e korrigjon vetë statutin sa herë të ketë qef. Për te kësaj. Problemi është që sot në fuqi është Neni Basha, i cili i thot zotit, domethënë kryetarit, në rast se ti ke humbur zgjedhjet, nuk pyet fare njeri nëse ti do të rikandidosh apo s'do të rikandidosh. Ti je automatikisht i shkarkuar dhe nuk ke më të drejtë të kandidosh për zgjedhje. Po, dhe ligjërisht për të rizgjedhur. Pra le themi, këtu jemi përballë, themi
realiteti që vetë zoti Berisha e ka ngritur me durët e veta, se nuk e detyroi njëri zotin Berisha ta rishkruante statutin në atë mënyrë. Kjo është logjika dhe interpretimi i ftohtë që ne bëjmë jashtë forumit të Partisë Demokratike dhe jashtë selisë Partisë Demokratike. Brenda Partisë Demokratike, kjo gjë dihet, por askush nuk e econ nëpër mend apo nuk e mendon që duhet bërë. Dhe për sa kohë ekziston kjo mentalitet, është shumë e vështirë deportosh për detyruar zotin Berisha të vetë dorëhiqet. Dhe në këto kushte, do thoja unë, format për të marrë një leadership të një partie janë dy. O nëpërmjet votës, që janë numra që vijnë nga mbështetësit antarësia e një partie, o dhuna, ajo e 9 janarit, ku zoti Beko që kam përballë është viktimë dhe dëshmitar, ku ti e rrethon dhe e merr për shkak mbështetësve. Në qoftë se ne do vim në rrethanat e dyta, s'ka gjë, nëse ne do vim në rrethanat e dyta që nuk e shohim, patjetër ne do jemi këtu të analizojmë. Pra nuk kemi as tek e para, është një zë i cili qarkullon jashtë selisë Partisë Demokratike dhe i tillë do jetë për fat keq, dhe dy, fluksi që ka zoti Saliani deri tani nuk arrin do të krijojë rrethimin e selisë për ta marrë. Por ta krijoj, patjetër ne do jemi këtu ta diskutojmë. Atëherë që ky bie të jetë një delegjitimim i legjitimuar me hesht. Jo, ky mund të jetë një tentativë që sot mund të jetë i vogël dhe më vonë mund të bëhet më i madh. Kaq. Jo, po them nuk dënjojnë as ta ndryshojnë paktën për qenë legjitim brenda megjithatë ka një përpiqen të flas me logjikën e gjërave si funksionojnë, po me dëshirat hajde flasim sa të duash. Kjo është logjika. Dy gjëra që ta lëm. Zoti Balla. Që është një personi nga brenda dhe një personi nga jashtë. Dhe në rastin konkret, e vetmja turistni nga brenda është lëvizja Saliani. Nga jashtë ne nuk e dim ende. Nuk e dim ende, apo e dim dhe bëjmë sikur nuk e dim. Nga jashtë është e dim, por është presion. Jo, flas për ata brenda, se ne e dim, po flas për ata brenda. Presionin. Unë po them çfarë do prodhoj. Çfarë do të prodhoj patjetër, po ta shikojmë, duhet shkojë publicitet. Mund të jetë dikush tjetër i tretë. Do shkojë publicitet, do flasim pak për Arsela me ty. Sapo të kthehemi për të folur për atë që ndodhi sot, ose më saktë atë që nuk ndodhi sot. Takimin e Sali Berishës me McAllister, i themi pas pak. Dhuna dhe Molotovët nuk kanë vënd në një shtet demokratik. Në përfundim të vizitës 2 ditore në Tiranë, kreu i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, David McAllister, kritikoi protestat e dhunshme të opozitës, ndërsa bëri thirrje për dialog politik në një moment vendimtar për fatin evropian të Shqipërisë. We encourage political stability. Duhet të ketë më shumë stabilitet dhe dialog politik në vend. Shumica duhet krijojë hapësirë për opozitën dhe opozita duhet jetë më bashkëpunuese. Protestat e dhunshme nuk kanë vend në demokracinë funksionale. Pamjet e Molotovëve dhe fishek zjarreve të hedhura drejt godinës qeveritare kishin shqetësuar kreun e delegacionit prej 9 antarësh të Parlamentit Evropian, i cili shmangu takimin me kryedemokratin Sali Berisha. Kur udhtojmë ne takohemi edhe me udhëheqës e përfaqësues të opozitës. Sot jemi takuar me 3 përfaqësues të Partisë Demokratike dhe të tjerë të partive opozitare. U takova me Bardhin, Tabakun dhe Vokshin, por nuk do të takohem me Berishën sepse pas takimit me ju do të shkoj direkt në aeroport. McAllister refuzoi të komentojë çështjen e zëvendës kryeministres Balluku, ndërsa nënvizoi se rasti duhet të hetohet plotësisht. Nuk jam në pozicion të komentoj një çështje individuale, por kjo nuk është thjesht një çështje ligjore, por dhe përgjegjësi politike që duhet të zgjidhet nga qeveria shqiptare. Kam thënë aq sa mundem sepse duhet hetohet plotësisht. Nuk jam në gjendje që të adresohem politikisht, pasi çështja është ende nën hetim. Vetë McAllister refuzoi të jepte një koment për ndryshimet e propozuara nga shumica në kodin e procedurës penale, ndërsa ambasadori Gonzato dha këtë përgjigje. Ne i ndjekim nga afër të gjitha nismat e qeverisë që lidhen me shtetin ligjor, që të mos prekin reformën e drejtësisë të vitit 2016, nisma të tilla, sa i takon ndikimit që kanë në këtë rast, nuk do kisha një koment. Nga Tirana, kreu i delegacionit rikonfirmoi dhe mbështetjen e Parlamentit Evropian për rrugëtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, duke vlerësuar hapjen e të gjithë grupkapitujve dhe reformat e ndërmarra. Mirë, rikthehemi pas
kronikës që përshkroja të që ndodhi sot, ku e thënë me pak fjalë edhe Molotovët u shpallën non grata, McAllister i cili e thot troç që shmangu takimin me Sali Berishën, në një farë mënyrë edhe të kauza me cilën po ngrihet protesta e jave të fundit, thot çështja e drejtësisë nuk merr me rastin konkret, merr drejtësia një dhe sigurisht është dhe përgjegjësi e qeverisë, pra i lë zgjidhjen politike e lë në tryezë zotit Rama, pra nuk e lë në bulevard apo Arseta, dhe kemi këtu flasëm për atë rrethimin tjetër që është më i dukshëm, është jashtë PD-s, po është i dukshëm që është temi izolimi ndërkombëtar ndaj lëvizjes zotit Berisha, pra protestave me thënë vërtetën që i bën vetëm Partia Demokratike, asnjë parti tjetër në një vend perëndimor nuk i bën, protestat me Molotov i bëjnë grupet e interesit, mund ndjekin e ndërtesa. Jo edhe grupet e interesit, më ndjekin fermerët e po. Hitleri kur do gjera shtagun, pastaj vajti u fut në zgjedhje. Ti shkon ekstrem. Ti shkon ekstrem. Ka një lloj ekstremizmi në qasjen e vet. Ka protesta. Po le të themi, ishin disa tulla që ngriti McAllister në plus në atë murin e izolimit ndërkombëtar. Besoj zoti Berisha, se e tha ajo të Partisë Demokratike, Partia Demokratike unë e takoj, po jo zotin Berisha. Ishte shumë taktike lëvizja. Ideja është më duk goxha interesant për faktin që ka një lloj diskrecioni në përgjithësi, duke qenë se takimi ka ardhur si rrjedhë e procesit të negocimit. Pra, fillimisht kanë qenë në Podgoriz ditën e djeshme, sot kanë ardhur në Tiranë dhe për mos e instrumentalizuar siç bën rëndom media apo grupimet të ndryshme politike që e konsiderojnë këtë si ardhje të posaçme se këtu se çfarë po ndodh. Tani kjo ne kemi paralemuar që javën e kaluar vizitën tyre. Vjen në kuadër procesit negocimit. Është një ardhje në këtë mandat të Bashkimit Evropian, vjen për të parën herë e shkuara ka qenë në maj të 2022-shit. Takimi që zoti McAllister dhe përfaqësuesit e delegacionit Bashkimit Evropian kanë ardhur dhe kjo vjen si rrjedhojë e procesit negocimit dhe raportit që do bëhet të këtij procesi dhe e Ecurisë së Shqipërisë, ku janë vënë disa prioritete, por dalja nga mënyra tradicionale e komunikimit, dalja nga po themi qasja që ka Bashkimi Evropian kur vjen këtu dhe ruan ato konjunkturat, mua më duket gjë interesante. Duket cituar jo vetëm luftën ndaj korrupsionit edhe çuarin përpara të reformave, por faktin që theksi nuk u vu më tek parafrimi i legjislacionit, siç e don konjunktura, por u tha duhet të tejkaloni tani më retorikën e parafrimit të legjislacionit për duhet shkoni tek zbatimi në praktikë i reformave. Dhe këtu përgjegjësia nuk është vetëm ligjore, por është edhe politika, ajo që cituat ju për çështje të caktuara që lidhen me edhe ndryshimet ligjore që ka propozuar qeveria tani për çështjet e pezullimit të zyrtarëve të lartë. Ne 242 kodit procedurës penale. Përmendi dhe ambasadori Gonzato duke i vendosur theksin që prit, ju e keni drejtën t'i bëni këto ndryshime, por sigurisht me miratimin, por duhet vini ta konsultoni me ne. Pra kjo ishte e para. Elementi i dytë ishte kur folëm për polarizimin politik, thanë që Bashkimi Evropian ka lënë direktiva në vendet ku negociohet, që të gjitha palët dhe opozita duhet jetë palë me procesin e negocimit, nuk duhet jetë kundra procesit negocimit, duke përdorur metoda të Molotovit, të djegjes, të destabilitetit politik, sepse pesh në bashkëpunimin edhe në rrugën drejt Bashkimit Evropian e ka dhe opozita jo vetëm mazhoranca. Dhe këtu pikë shumë e rëndësishme është për mos me destabilizuar realitetin politik dhe pesha më e madhe rambi liderin opozitës, sepse një nga delegatët, pra kryetari i delegacionit, refuzon të takojë liderin e opozitës. Dhe kjo ishte një shfaqësim, pra fakti që ai tha ka muftimin dhe duhet lëviz për në aeroport. Nuk u lot shumë të duket si shfaqësim, u duk më shumë si batutë. Ishte më shumë si batutë. Po pra, nuk u lot fare. Jo shfaqësim, por ishte konfirmim. Ai konfirmoi gjithë dilemën që kemi pasur ne. SBA ka shpallur non grata, Britania e madhe ka shpallur non grata, po BE-ja... Nuk po e themi justifikim. BE-ja, ai tha që... Nuk e tha në mënyrë të drejt për drejt që unë nuk dua ta takoj, sepse për këtë arsye, por e justifikoj që unë do të lëviz. Ai tha, ne kemi takuar Partinë Demokratike, kam takuar Tabakun, Vokshin dhe Bardhin. Zotin Berisha nuk e takojta se do kap avionin. Do kap avionin. Pra, kjo ishte... Do kap avionin, tha, sepse pas kësaj tha, do të shkoj, do të iki drejt në avion. Pra, unë do të iki dhe nuk kam kohë të kthem të takoj Berishën. Kjo është e muhabet. Që ta përfundoj. Dhe Jo, në ideja optikën është time... nuk u duk justifikim.
Ai e tha si batut, por ishte si batut, pohimi i refuzimit. Justifikuse, po them, po ishte pohimi i refuzimit. Po. Dhe kjo tregon fare pesha e përgjegjësisë. Nuk është vetëm tek reforma dhe tek fakti që ne duhet i kushtojmë sot vëmendje mos cënimit të drejtësisë nga politika. Është fakti që këtu duhet ketë një bashkëpunim, si mazhoranca për ta ftuar opozitën në bashkëpunim në atë që ai cilsoi shumë të rëndësishme, reformën zgjedhore. Është baza. Dhe duke patur sot që opozita bën numra për të shkuar në tryezë për bashkëpunim, sepse mazhoranca ka bërë thirrjen e vet, këtu përgjegjësia bie dhe mbi vetë opozitën, që po shkakton polarizim të mjedisit politik, po shkakton destabilitet dhe nga ana tjetër nuk po tregon bashkëpunim për reformat që lidhen me dhe pastaj foli me gjuhën e vet të diplomacisë për të çuar përpara të gjithë ato komponent dhe për të rrugtimin e Shqipërisë të japi efikasitet dhe mos të merret e mirëqen fakti që Shqipëria i ka hapur gjithë grup kapitujt në nëntor të 2025, por si e ke hapur duhet ta mbyllësh dhe ti këtu të mos e marrësh mirëqen që BE-ja e ka hapur rrugën dhe tani ne s'do kemi më presion ndaj. Përkundër, presioni do shtohet më shumë. Presioni do të shtohet dhe po flasim për mbyllje negociatash për një vit. Megjithatë flasim për një izolim në rritje, shqetësues bile, po nuk e di është izolim rritje apo është presion që po doja të ftillohet ose më saktë Berisha të fillohet. Unë pak shpresë kam me thënë vërtetën. Dikush po më shkruan të ta sa më shumë të izolohet Berisha, aq më shumë të shtohen molotovët në bulevard. Po Berisha nuk i hipën dot të avionit BE-s. Ky ishte thelbi i vërtet. Dhe ajo që mbetet thirrja është që PD-ja të hipi këtij avioni, edhe të bëj rrugtimin e saj dhe të bëj detyrat e veta. Sepse kemi të bëjmë me një sër çështje të reformash, cilat sidomos komisionet e fundit, ajo për territorialen dhe ajo zgjedhore, ka patur një ngërç i cili ishte i pajustifikueshëm në çdo detaj. Domethënë, ai për reformën territoriale që ka qenë si fazë limiti dhjetori i 2025-s dhe është shtyr korrigu 2026, me sa kuptojmë, është afati fundi. Mirë për dakord. Po, i 2026 është afati fundi. 2026 nuk mblot për herë të parë. Domethënë, atëherë u sanksionuar se nuk vinin deputetët e opozitës. Ky është një fakt. Dhe nga ana tjetër, shiko, unë e ndoqja me vëmendje edhe vizitën që bëri në Malzi me Kallister dhe unë shikoja desha të krijoj edhe paralelizmat midis asaj çfarë ndodhi atje dhe çfarë ndodhi këtu. Paka shumë po ta marrësh në deklaratat që kishte, ishin ngjashme. Pra, të njëjtat fenomene që ka edhe Malizi janë të ngjashme me Shqipërinë dhe atje ka një krizë politike, ka hetime, ka çështje të cilat kanë krijuar edhe debatet brendshme, edhe ka dhe një monitorim të ngushtë nga ana e strukturave të Bashkimit Evropian lidhur me çfarë po ndodh atje. Ka patur disa skandale që kanë prishur tablone e imazhinit. Po ti shikosh, por ajo që ndodhi, ajo që ishte e veçantë ishte tjetër gjë, që aty për shembull presidenti Malizi realisht kishte një rol shumë aktiv në jetën politike dhe që bënte një presion të vazhdueshëm edhe ndaj parlamentit për të bërë detyrat e veta për çështjet e drejtësisë. Dhe më bëri përshtypje sot që pikërisht sot kur ishte delegacioni këtu i Brukselit, sot patëm për herë të parë një deklarat nga presidenca. Një deklarat i cila nuk ishte as deklarat, me të drejtën. E presidentës tonë? Po, që tha që ne nuk mund të flasim pa u bërë si ligj, dhe atëherë do të shikojmë për çështjet për këto ndryshime. Po, për ndryshimet lidhur në kodin penal. Kjo realisht, aq më tepër për një debat kaq të thellë që është përmendur edhe vetë emri i presidentit aty në është i pari në listë ligjore, është i pari, duhet ketë një prononcim edhe një gjë më konkrete, më direkte. Sepse në një farë mënyrë mu duk si diçka e cila vjen me njëherë, do më thënë dhe duke si një trystni e cila ka të bëjë dhe me bisetimet që janë bërë me grupet e ndryshme, pra qofë me Partinë Socialiste, me përfaqësuesit apo me Partisë Demokratike. Nëse janë bërë, kuptohet. Nëse janë bërë. Unë e dyshoj, po nëse janë bërë. Qasjen, do më thënë që kjo deklarat u bë pikërisht sot, dhe një farë mënyre, vetë presidenti duhet të jetë më aktiv. Ore, e do ase do, se mbase nuk e do më.
Letë ajqen emrin e ti përse përket. Kjo është një diskutim tjetër. Kjo është një problem tjetër. Varet sa pesh ka roli i presidentit në një shtet të caktuar, se në Maltëzi ka pesh shumë të madhe presidentit. Kurse këtu ne vetëm 2 javë mund ta shtyjë një Ne kemi ekzekutivin më dekret. të fortë dhe presidentin e kemi honorifik gjithmonë kemi pa. Një presidenti vetëm 2 javë në me flasim për të Unë e marrë të gjë shumë mirë, me gjë nuk e përjashton njeri presidentit të thotë drejt. Nuk e që një drejtën që të reagoj. Aqë më tepër për çështje kaq. Lami, protesta e ditës premte, me datës 20 shkurt, simbolike fort, historike për Shqipërinë, për Tiranën patjetër, kemi qenë gjithë aty atë ditë, por vjen pas një ngjarje shumë të rëndësishme në Washington, vjen pas një ngjarje shumë të rëndësishme në Tiranë me vizitën e zotit McAllister, një gjë që ishte parashikuar dhe e patëm parashikuar pak ditë më parë këtu në regjistore që kështu do ndodhte. Çfarë ndodh ditën e premte? Së pari, disa mesazhe që dha McAllister ishin qoftë për qeverinë, qoftë për opozitën, po ajo çfarë blen për opozitën ishte fakti i kujtesës demokratëve që lideri juve vazhdo të izoluar. Pavarësisht se koha ecën, por vula e non gratës mbetet. Dhe sigurisht në finishin në të cilën pritet të ndodh protesta e madhe, nuk ishte i lajmi mirë, inkurajues. Së dyti, protesta duke u kthyer në një qëllim vetvete, e ka humbur dhe forcën dhe misionin. Pasi protestat janë mekanizma shumë të mirë që përdorin subjektet politike për të mobilizuar dhe për të homogenizuar mbështetësit, por ku ajo fillon dhe përdoret pa karar, ajo e humb vlerën, edhe simpatizantët shikojnë që humb dhe qëllimin për cilën ajo ngrihet ose përdoret. Por unë mendoj që pavarësisht se çfarë mendojnë demokratët, i vetmi që është i qartë se e ka ndërtuar këtë strategji zoti Berisha, për arsye se ne këtu e thamë që shpejt do ndodhemi përballë faktit në Partinë Demokratike që ndodhin rinovimet e strukturave, të drejtuesve të Partisë Demokratike. Dhe zotit Berisha do t'i duhet që të radikalizojë sa më shumë situatën që të harrohet në një statutit të partisë ku kërkohet dorëheqje e pa rinovueshme e kryetarit. Dhe gati të mos ketë kuptime dhe shtrimi i çështjes do të kemi garë apo do të kemi një kandidat tjetër. Dhe zoti Berisha e di që nëse radikalizon situatën, zërat e moderuar e humbin peshën, çështjet minore siç konsiderohet nga leadershipi e humbin kuptimin dhe finale mbetet armiku që është përballë ne, zoti Rama. Kështu që unë mendoj që ne nuk do kemi vetëm 20, po 20 që do të na shoqërojë deri në momentin kur do të afrohemi afër datës ku do ketë nevojë për të rinovuar Partia Demokratike. Pikërisht për këtë qëllim. Dhe këtë e kam shumë qartë se kush do tjetër, vetëm Berisha. Okej, me qëra fjala, kemi një zhvillim të minutës fundit, kemi një reagim të ambasadës amerikane që lidhet pikërisht me protestën, në fakt, atë që unë paralajmërova dhe në editorial për ambasadën amerikane, thot që protesta e datës 20 mund të shkoj dhe drejt incidenteve dhe goditjes së ndërtesave dhe i bën thirrje të vetme për amerikanëve ndër të tjera të qëndrojnë larg kësaj proteste dhe të ndjekin njoftimet e policisë. Beko. Edhe ky lajm nuk është favor të masivizimit që pretendon zoti Berisha për proteste. Edhe ky lajm. Beko. Po, nuk e çudia është, më ndjes vetëm që zakonisht ambasada amerikane bën të tilla njoftime, këtë do hetojë. Okej. Që i bën të njoftime një ditë përpara. Sot e kemi një ditë para bordit paqes. Po. Po spekulojmë, po spekulojmë. Jo, dakord, po nuk është spekulim, se është fakt që më parë ka bërë deklaratën një ditë para, 24 orë, do të thënë në rastin më ekstrem, dhe sot i bën gati 2 ditë, 3 ditë para, sa 2 ditë para. 2 ditë. 2 ditë para. 2 ditë para do të thotë që jep mesazhe me këtë. Ju lëshon mesazh demokratëve që ata që janë të arsyeshëm, do të thënë duhet të distancohen nga kjo protestë ku janë njoftuar përdorimi i sofistikuar i mjeteve të dhunës ndaj institucioneve të ndryshme të vendit në emrin e përkujtimit të shembjes së monumentit të Enver Hoxhës, të diktaturës komuniste.
Mirë po, unë mendoj që përveç ambasadës, po edhe ne këte nga studio mund të japim mesazhin tonë, duke thënë që në 90-ën ata të rinj, ata student, kur ne një pjesë kemi qenë në atë kohë, u quam për të rrëzuar mitet, monumentet, ku diun, tabut, totemet e ndryshme. Toteme quhen dhe këto. Po, dhe ne Gjuhën e grafikës, toteme quhen dhe këto. Ti ke dhe toteme duar prava kurizit. Po, ne na rezulton sot, e kemi rakti. Ne na rezulton sot që kemi rrëzuar një monument, po nuk kemi rrëzuar monumentet. Monumentet ne kemi aty. Dhe Sali Berisha është rasti më flagrant për ta ilustruar këtë që duhet të them. Ne rrëzuam një diktator, por nuk rrëzuam autoritaristët. Këta diktatorët u përshtatën me shoqërinë plurale, me pluralizmin, dhe na u kthyen në autoritaristë. Edhe është e vështirë, pastaj na vjen në mend ajo thënia e atij kryetarit të Partisë Ambientaliste, që na njoftoi që në 90-ën, se për këtë mbahet mend ndjes pas, kur tha që këta liderët tanë, kur hipen mbi kal, i rrëzon vetëm pushka, plumbi, nuk rrëzojnë ndryshe. Ose kali. Ose po me kali që të bjen, po prap gjej kal tjetër atë. Unë ja dhe mbyllu. Ideja është që ta mbyllim. Ideja është protesta është e drejtë ligjore dhe kushtetuese. Të heqin njerë, të heqin monumentin që kanë aty, që ka zënë derën. Problemi është pas 35 vjetësh gjithë bim dakord. Enverin e hoqën, po enverizmin e kemi akoma brenda. Për këtë mjafton ndoshta edhe të qemi pasqyrë. Është kthyer në berishizëm. Faleminderit Beko, faleminderit Arseda, faleminderit Plator, faleminderit Lami që keni nisur të kishë sonë në program. Bashkë jemi nesër në orën 8 në rrjetin drejtëri nga Sokol Balla, natën e mirë.